Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në emisionin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë. Do të flasim në këtë takim të sotëm për një element shumë të rëndësishëm në jetën e besimtarëve të devotshëm. Në jetën e atyre të cilët synojnë devotshmërinë. Është pikërisht dia dhe dietarët. Çfarë roli dhe çfarë pozite kanë dietarët? Përse ata janë si yjet orientuese për jetën fetare, por se dhe më gjerë. Përse në Kur'an gjejmë, po themi, dedikime të veçanta kushtuar kësaj kategorie. Përse gjithashtu profeti Muhammed a.s. ka folur me shumë vlerësim dhe me shumë rëndësi për dietarë. Për të na folur për këtë temë, ne kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga hoxha nderuar Senad Ramadani. Hoxha, mirë se vini. Mirë se jeta. Allah shpërbleft për. Amin dhe ju hoxh për mundjen, për rrugën, për gjithë, po themi, angazhimet që i keni lënë për t'ia dedikuar këtij emisioni. Ndërkohë, siç thash, ne do të flasim për dietarët, po dietarët e kanë këtë vlerë për shkak të dijes. Dhe unë doja që fillimisht të flisim si e definon Islami pozitën dhe rëndësinë e dijes në një farë mënyrë. Falënderimi takon Allah subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Padyshim se vetë mërtimi, siç e thekë dietar, vlera e jepet sipas asaj të cilën ato e posedojnë, edhe pse ato janë njerëz normal, edhe ajo është dituria. Normal e dim jo vetëm te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe historikisht Allah subhanahu wa taala i ka ngritur njerëzit me dituri. Ademin alayhi salam kur e ka kriju Allah subhanahu wa taala e nderoi dhe thot wa allama Adama al-asma'a kullaha. Dhe Allahu ja mësoi Ademit të emrat e të gjitha gjësendeve, pra të gjitha sendeve, dhe kjo e bëri që melekët pastaj t'i përkulen ati në shenjë respekti, si çka posedoi më shumë se sa ata, posedoi vlerësimin të cilën Allah subhanahu wa taala ja dha atij, ajo ishte përmes diturisë dhe njoftimit. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala u argumentua, dhe pse s'kishte nevojë të argumentohet para melekëve, se respekti që vjen apo duhet të dedikohet i personi është se ky shihe çfarë diturie posedon. Njëjtë edhe në Islam, e din se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur qëndronte në shpellë, u vetmonte që donte ta njohë krijuesin, meditonte dhe fjala e parë e cila i ardhi atij që e dim të gjithë është Iqra. E refuzoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u tha lexo, e refuzoi pasi që nuk ishte i tillë, nuk dinte të lexonte edhe nuk dinte shkrim lexim. Përsëria përsëri Xhibril. Derisa lexo, i tha lexo në emrin e Zotit tënd, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, i cili është, domethënë, i cili të krijoi deri në fund. Në ajet tjetër Allah subhanahu wa taala thot nun wal qalam. Thot nun dhe pa shalapsin. Allah kur betohet diçka, nuk betohet vetëm diçka e cila është tepër e madhe. Dhe në rastin e fjalë Allah subhanahu wa taala betohet në lapsin apo në pendën. Pse? Sepse është shumë e rëndësishme. Dhe ajo thot që shkruajnë. Mjeti që shkruan dhe shkrimi janë ajo e cila e ka mbajtur fen gjallë. Është ajo e cila se libra qiellor kanë qëndruar gjallë përmes shkrimeve të cilat, domethënë, janë transmetuar gjeneratave. Po ashtu është ajo e cila ka mbajtur historinë gjallë. Po është ajo e cila ka mbajtur shkencën gjallë. Kanë arritur me një studim para disa viteve, pastaj është ngritur studimi një nivel më lart dhe gjitha ato janë ndërtuar mbi disa shkrime të studimeve të mëhershme. Andaj Islami i jep rëndësi të veçantë dini dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rastin e robëve. Pranoi nga ata që të lirohen me çfarë kompenzimi? Me mësim të shkrim leximit. Andaj Islami nxit në dituri, Islami e vlerëson tepër diturinë, jo vetëm diturinë islame, se kjo është çështje tepër e rëndësishme se ka të bëjë me njohjen e krijuesit dhe qëllimit të ardhjes së njeriut në këtë botë, po i jep rëndësi edhe diturive tjera. Dëshmi më e mirë për këtë është historia. Dëshohet se muslimanët e parë të cilët ishin musliman ashtu siç kërkoi Allahu subhanahu wa taala, do të shohësh se kanë qenë të përkushtuar në lëmi të ndryshme. Gjen nga ata historian, gjen nga ata poet, gjen nga ata fizicien, gjen nga ata të cilët kanë shërbyer në lëndët e matematikës, e kështu me radhë. Pra, çdo herë Islami ka nxit dhe vazhdon të nxit që besimtarët të
të fokusohen dhe të japin rëndësi diturisë. Rëndësia për dijen është një rëndësi e nënkuptuar, por është një rëndësi e drejt për drejt. Pra ju përmendet ajete kuranore ku dija vlerësohet në mënyrë konkrete dhe nxitet në mënyrë konkrete. Dhe është interesante që sot faktin se muslimanët e parë, duke qenë po themi në një rajon ku nuk ishte ndoshta civilizime të mëdha, nuk ishte biblioteka, nuk ishte një qendër e madhe e civilizimit, nëse mund themi kështu ishin periferi të civilizimeve, ishin ata të cilët dominuan botën me etjen e tyre për të njohur dhe përshtuar dijet. Dhe u kthyer në dietar, po themi shumë dimensional. Është vërtet, është diçka interesante. Allahu subhanahu wa taala kusht për njohjen e tij e ka bërë diturin. Ka thënë fa'lam annahu la ilaha illallah. Nuk ka thënë beso se s'ka zot tjetër i cili merret të adhurohet përveç Allahut. Ka thënë dije. Kusht për ta njohur Zotin, ka thënë ja dush me ditë. Jo me besu, me thonë verbërisht, jo me besu pa e njohur, jo, ta njohësh, se kur e njeh, ti atëherë beson me bindje, atëherë ti je i fortë, atëherë ti je i qëndrueshëm, atëherë ti reflekton me besimin tënd. Kjo është në çdo sferë të jetës. Do të jesh një mësues, do të jesh një profesor, do të jesh një mekanik, nuk ke mundësi ta realizosh asnjërin nga këta pa dije. Pra në farë dija është pjesë gjenetike e besimit islam. Dija është arsye e ngritjes. Pa dija është arsye e rënies. Pa marr parasysh se për kënd bëhet fjalë, është musliman apo jo musliman. Ndërkohë, çfarë kupton termi dietar, alim në botën islame? Ju e thatë pak që islami i jep rëndësi dijes në të gjitha dimensionet e saj. Dhe dietar është edhe ai që i njeh mirë shkencat islame, po dietar në fushën e vet është edhe ai që e zotëron një fushë dhe përmes saj bën dobi njerëzve. Si do ta definonin, po themi, dietarin Nëse flasim për dietarin islam, mendoj se kjo është tematika jonë. Dietarët islam janë njerëz të cilët kanë harxuar jetën e tyre dhe kanë dhënë mundin e tyre maksimal për ta kuptuar mesazhin hyjnor dhe pastaj të njëjtin ja kanë transmetuar të tjerëve. Pra janë njerëz të cilët me të vërtet kanë ndjek një rrugë të vështirë, një rrugë të rëndë, një rrugë e cila ndoshta nga shumë njerëz nuk kuptohet, andaj edhe nuk vlerësohet. Dhe pas gjithë kësaj, ato kanë arritur që të kuptojnë mesazhin hyjnor, pastaj t'ia transmetojnë të tjerëve. Se dietari nuk është i njëjtë sikurse ai i cili din. Me ditë është diçka dhe ti je dietar në islam është diçka tjetër. Dhe më për këtë Allahu subhanahu wa taala ka bërë dallim dhe ka thënë hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A mendoni se janë të njëjtë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë. Allahu subhanahu wa taala dietarin e ka ngrit në atë nivel që kur është përmendur dietari në Kur'an, përmendet Allahu, përmenden melekët, përmenden dietarët. Në çfarë konteksti? Kontekstin e dëshmisë së ekzistencës së krijuesit. Subhanallah. Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu. Allahu është dëshmitar se nuk ka zot tjetër i cili meriton të adhurohet përveç Allahut, wal malaika. Edhe malaiket janë dëshmitar, wa ulul ilm qa'iman bil qist. Dhe ato të cilët i është dhënë dituria dhe kanë ngritur këtë me drejtësi. Andaj dietari është shkalla më e lartë e shoqërisë. Janë ato të cilët vazhdojnë misionin pejgamberik. Ndërkohë ju përmendet një diferencë midis dietarit dhe atij që thjesht ka njohuri. Pra, sepse shohim njerëz që ndoshta nga natyra janë natyra enciklopedike, pra din diçka po themi nga pak nga gjithë fushat dhe pamje të parë të jep ndoshta përshtypjen sikur është njëri i thellë. Ndërkohë ju thoni se ka një diferencë midis atij që është dietar i vërtet dhe atij që thjesht ka njohuri. Oratoria dhe dituria janë dy çështje të ndryshme. Shpesh herë oratoria sjell informata, sjell zhurmë, në krahasim me diturinë e cila sjell udhëzim, ta qartëson rrugën. Mu për këtë transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi, i cili ka thënë në kohën tonë ka shumë dietar. Pak ka që flasin. Por ka shumë dietar. Pra njerëz të cilët nuk janë
e ka qëllimin, ka njerëz të cilët cilësia e tyre nuk është të bëjnë zhurmë. nuk bën shumë. A disi është si çështja e shiut. Bubullima dëgjohet, por shiu është ai i cili e ngjall tokën, edhe pse bie heshtur. Nuk e bën zëri i saj të dalin bimët dhe të lulëzojnë kopshtet. Është ai shiu i qetë i cili e kryen rolin e tij. Kështu është rasti i dietarëve. Andaj Abdullah ibn Mesudi thonë në kohën tonë ka shumë dietar dhe ka shumë pak njerëz të cilët, më thonë, janë kompetent dhe shfaqen për të folur. Thotë dhe pyetje ka pak. Ka njerëz të cilët shumë japin rrugën e Allahut, shumë bujar, shumë shpenzojnë. Thotë dhe njerëzit me veprat e tyre e udhëheqin epshin e tyre. Thotë do të vjen një kohë kur do të ketë pak dietar, por do të ketë shumë njerëz të cilët do të flasin. Thotë njerëzit nuk do të japin si japin sot. Pyetjet do të jenë shumëta dhe do të jetë epshia i cili vendos se cila vepër do të veprohet. Andaj të kesh informata është diçka dhe të jesh dietar është diçka tjetër. Dietari aty çfarë niveli të diturisë ka? Ka nivelin që ta kupton se kur duhet të flet, po çka është më rëndësishme, ta kupton se kur duhet të hesh. Jo shumë rëndësi. Pra, dietari ka dhe urtësinë, nuk ka thjesht informata, po ka urtësinë, ka përgjegjësi, ka po themi atë intuitën e besimit, atë orientimin dhe udhëzimin hyjnor që ditë marrë vendimet duhura në kohën e duhur. Kjo është, domethënë, urtësia, po e gjithë kjo mbështetet në diçka. Ajo është frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se Allah subhanahu wa taala dëshmon për dietarët, thotë me të vërtetë Allahu t'i friksohen kush? Dietarët. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Nga robërit e tij, më shumë ti që e friksohen Allahut janë kush? Janë dietarët. Musa alayhis salam e pyet Zotin, ka thënë o Zot, cilët robërit tu janë më të diturit? I thot Allah subhanahu wa taala, thot o Musa, janë ata të cilët më shumë kanë frikë ndaj meje. Kjo frika nuk buron nga personaliteti i njeriut, është frika cak apo është trim. Jo. As nuk beson, as nuk buron nga ndonjë lexim që ky e ka lexuar një hadith të frikshëm dhe ky tjetër e ka lexuar një ajet të frikshëm dhe është friksuar tash. Ja. Burimi i kësaj frike nuk është frikë normale, kjo është frikë e besimit. Që njeriu ka frikë, s'ka frikë se është Zoti i keq, po ky ka frikë se mos ta hidhroj Allahun. Ky ka frikë, aq i mirë është Zoti im, mos ta bëjë në një gabim që ti shkeli parimet e tij. Andaj dietari, si shkak i diturisë dhe njohjes që e ka ndaj krijuesit, çka ndodh? I rritet automatikisht frika dhe respekti që e ka ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai e ka realitetin më të qartë se sa e madhe, sa e keqe është humbja dhe sa mirësi e madhe është, po themi, shpërblimi i Allahut. Pra, diferencën e ka shumë të qartë krahasuar me njerëzit që nuk kanë dije ose pa krahasuar pastaj me ignorantët. Po dyshim. Njeriu sa më shumë ka diturie, është më afër pejgamberëve. Pejgamberët ishin njerëz të cilët i zgjodhi Allah subhanahu wa taala si shkak i pastërtisë së shpirtrave dhe zemrave të tyre. Dhe pastaj i ripastroi, siç ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por ajo me të cilën ata u veçuan ishte kush? Ishte dituria. U veçuan me dituri, andaj njeriu sa më shumë është në këtë rrugë të shtimit të diturisë, të marrjes me dituri, ai më afër është pejgamberëve. Dhe sa më afër është pejgamberëve, është ka? Është nga njerëzit të cilët më së miri e njohin krijuesin. E njohin, shiko, dietarët, nëse e marrim një letër ose një libër, dietarët e kuptojnë atë që shumica e njerëzve e lexojnë. Shumica e njerëzve e lexojnë. Ka nga ata të cilët mendojnë se e kuptojnë, por realisht dietarët janë ata të cilët e kuptojnë. Dhe janë ata të cilët ja e dinë qëllimin fjalëve të cilët njerëzit shpesh i përsërisin. Pra i përjetojnë ndryshe po themi argumentet e Zotit, po edhe mesazhet, po edhe realitetet në cilat po themi shpesh ndodhen njerëzit e rëndomt. Ta them realisht nga koha e studimeve dhe nga vazhdimi i kontakteve që kene me dietarët. Po dhe nga dëgjimi apo leximi i librave të tyre, e shef se ndonjëherë ndalesh dhe mendon, nga e ka zjerë këtë dobi
ti e lexon dobin, e lexon përsëri hadithin, kthehesh prapë te dobia, nuk e kupton se nga ka dalë kjo. Po në momentin kur ta shpjegon ai pse është kjo, atëherë shef se ku është niveli i tyre. Unë, ndoshta vlen të përmendet, kur isha në fillim në studimin në Medinë, më thënë koncepti i diturisë edhe pozita e dietarëve. Kishim në landën e fikut, dhe profesori në shifte se jemi të ri, nuk kena dhe një background, do me thonë, të diturisë, të thellë fetare, dhe do të na zgjeron gjoksin e kuptimit, dhe të na zgjeron mendjen e perceptimit të mendimeve të tjerëve. Dhe na tregon të mendimin e njerit prej methebeve, shembull, methebit Hanefi, dhe na tregon të me argumente bindse, sa që unë e thojsha, kjo është mendimi i vërtet, dhe në vizojsha të libra, kjo është mendimi i vetë, se kishim fik mukarën, dhe me thonë fik krasues, edhe zgjidhja këtë mendimin se të vërtet. Pastaj na çonte te mendimi i Shafive. Dhe unë, duke pa argumentet, që i paraqitej këto e fshija këtë, e boja tek Shafit, e nënvizoja. Thot, por Hanefitja kanë kundërshtuar në këtë mënyrë argumentimin e Shafive. Pastaj me gjunte këndej, pastaj në gjunte dhe me thebi i tretë, tek i katërti. Pra dietarët dinë edhe si të polemizojnë me njëri tjetrin, edhe polemika me syre është urtësi dhe është pa themi një farë mënyrë standard tjetër nga ajo që bën njerëzit e paditur. Sa më shumë njeriu ka dituri, aq më shumë do të gjesh tek ai zemërgjërsi për perceptimin e mendimit të tjetrit, i cili është ndërtuar në argument. Pra, ndryshe nga që perceptohet shpesh se sa më shumë di, aq më shumë mbyllesh në atë qëndrimin tënd, e kundërta ndodh. Sa më shumë di, sa më dietari madh je, aq më tepër ke kapacitet për të justifikuar edhe qëndrimin e tjetrit. Njeriu në përgjithësi mbyllet në vete apo në mendimin e tij, fortifikohet në atë mendim për dy arsye. Arsye e parë, se nuk ka pas qasje në mendime tjera. Flasim për mendimet e, domethënë, pranuara në Islam. S'ka pas qasje tek mendimet e tjera dhe nuk ja ka lexuar argumentet. E dyta, ndoshta ndjen pasiguri në mendimin e vet. Andaj dhe fortifikohet që dhe e zgjedh mënyrën e largimit, distancimit, edhe njëherë pa e cek, do me thënë brenda mendimeve të pranuara në Islam, sidomos çështjeve të fikut e kështu me radhë. Dhe si shkak i këtyre dy problematike ai bëhet i vrasht, që realisht Shekh Islam Ibn Taymija gjithmonë thonte nuk ka mundësi që besimtari të shtrëngon në çështje në cilat ka khilaf mes muslimanëve. La të sheddut, mos e shtrëngoni, pse? Ka hapësirë për atë, ka hapësirë për këtë, ky e ka këtë kuptim dhe dim se si ka arritur në atë kuptim, çfarë mundi ka kaluar, domethënë një prej dietarëve të parë nga methebet ose kështu me radhë për të arritur tek ai mendim, dhe ky tjetër si ka arritur deri tek ai mendim dhe e kuptonte çdo njeri. Pra, shpesh dietarët nuk janë vetëm ata që tregojnë kufizimet e gjërave, po shpesh janë ata që tregojnë dhe hapësira dhe toleranca dhe mundësitë po themi e kultivimit dhe e shfrytëzimit të gjërave. Ndërkohë, duke qenë se minutat ecin, do të na duhet që të cekim shkurtimisht shumë aspekte. Çfarë po themi statusi të veçantë kanë dietarët në fenë islame? Pra, ne dimë që shpërblimi i tyre është i madh, po ndërkohë ata gëzojnë status edhe në jetën e kësaj bote. Mënyrën se si besimtarët duhet i respektojmë, mënyrën se si Zoti i nderon në botën tjetër, pra çfarë statusi të përzgjedhur kanë dietarët? Pikë pari, Allah subhanahu wa taala e ceka më herët ajetin, neve na bën qartë ta dini se ato të cilët dinë dhe ato të cilët nuk dinë nuk janë të njëjtë. Nuk janë të njëjtë as para Allah subhanahu wa taala, po as para njerëzve. E dyta, Allah subhanahu wa taala thot a janë të njëjtë ata të cilët shohin, kanë shiqim, po jo vetëm me pa. Jo, kanë basira, ta kuptojnë realitetin, ta kuptojnë vërtetën, dhe ato të cilët nuk shohin. Dhe si në ajetin para prak, po edhe në këtë ajet, Allah subhanahu wa taala thot, a nuk ndaleni të mendoni, a nuk e shfrytëzoni të Zotit e mendjes, nuk e shfrytëzoni mendjen. Andaj Allah subhanahu wa taala i ka ngritur disa njerëz mbi të tjerët. Allah subhanahu wa taala thot, Allahu i ngrit ledhina amanu, wal ledhina utul ilme darajat. Allah i ngrit ata të cilët kanë besuar. Nga njerëzit i ngrit besimtarët, ndërsa ata të cilët i dhën dituria i ngrit shumë grada shumë lart. Andaj, dietarët janë ata të cilët vazhduan rrugën e pejgamberëve. Mas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos ka pejgamber, po ka dietarë të cilët qëndrojnë me këtë mision dhe vazhdojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj, vlerësimi i dietarëve
nuk vjen si vlerësim i personalitetit të tyre, pse ky është dietar, është mësues dhe tash unë ta respektoj. Jo, ne i vlerësojmë si shkak i asaj të cilën ata bartin. Dhe shkak i asaj të cilën ato ja ofrojnë shoqërisë, dhe shkak i rolit të cilën ato luajnë tek besimtarët. Në çfarë aspekti? Po në aspektin e udhëzimit. Janë ata të cilët ja qartësojnë rrugën, janë ata të cilët ja tregojnë besimtarëve synimin e fjalimit të ligjvënësit. Unë e marr Kur'anin, e lexoj, po thjesht ato mesazhet hyjnore, të cilat unë duhet t'i di si besimtar, nuk mund t'i kuptoj pa dietarët. Dhe çdo herë, si pinë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe shokëve të tij që u dallojshin nga dietarët tek shumë radhë deri sot, dituria është bartë përmes tyre. Pra, ju thatë që ka dy element, ajo që ata zotërojnë vetvete dhe ajo që ata japin për shoqërinë. Pra, a mund të themi se dietarët janë kategoria më e rëndësishme, pra mund të themi se ata janë bujarët më të mëdhenj në një farë mënyrë në shoqëri, pasi besimtarët angazhohen në mënyra të ndryshme, dikush me pasurinë e tij, dikush me pozitën e tij, dikush me jetën dhe me shpirtin e tij në kohë trazirash dhe luftrash, edhe dikush me diturinë dhe me mpretësinë e tij. A mund të themi se në këtë piramidë, po themi kontributesh dhe vlerësimesh, në maj janë dietarë dhe kjo është maksimumi i pozitës? Ibn Qayyimi e përmend shumë interesant, ku tregon se ka ardhur një hadith, edhe pse hadithi është i dobët, thotë Sheikh Shuaib An-Nauti se është i dobët, po të njëjtin kuptim e bartë edhe Ibn Qayyimi dhe dietarët gjoja se janë të pajtimit se si kuptim është i vërtet. Thotë se dietarët janë sikurse yjet që janë në qiell, me të cilën orientohen njerëzit. Me thonë, tash kemi mjete me cilat orientohemi, por më para, ato që janë, domethënë, në shkretir, ato të cilët janë në det, janë orientuar me çka? Me yje. Kështu është edhe çështja e dietarëve. Njerëzit dëshirojnë ta gjejnë rrugën tek Allahu subhanahu wa taala në mesin e valës të fitneve, të sprovave, të sulmeve të jashtme, të mbrëmshme që ndjejnë nga shejtani, nga epshi, nga armiqët, të cilët dëshirojnë t'ja turbullojnë rrugtimin, ato do ta gjejnë rrugën tek kush? Do ta gjejnë tek dietarët. Janë ata të cilët ja tregojnë, këtu duhet ktheni djathtë, jo këto duhet ndaleni, këto duhet vazhdoni. Andaj edhe Ibn Qayyimi thotë, kur humben yjet, bin mjegulla, shansat për ta humbur rrugën janë shumë të mëdha. Se nuk din ti ka duhet shkosh. Dhe për këtë është lehtë masi tek kalon fitnja, ta dish se a je në pozitën e duhur apo nuk je. Por në momentin e fitnes, ta dish a je ku duhet apo nuk je, kjo është problematika. Dhe për këtë arabët thënë se ta'lamu idha iltaja al-ghubaru a hisanun tahtaka am al-himaru. Kemë marrë vesh ti kur të largohet pluhni, a për mi gamar ke qenë hypur a për mi kal. Pra veçanërisht në kohë trazirash dhe rëmujash, janë dietarët ata cilët janë yjet orientuese dhe janë dietarët ata cilët duhet të jenë, po themi, referenca e çdo shoqërie. Është një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës, normalisht shihim pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi që në studio, po flasim pikërisht për rëndësinë e dietarëve, rolin që ata kanë dhe dobinë që sjellin në shoqëri. Dhe ne folëm herë se ata janë si yjet orientuese për një shoqëri dhe yjet të cilët shndrisin edhe atëherë kur ka mjegull. Ndërkohë, cila është, po themi, përgjegjësia e respektimit dietar? Pra, shoqëritë kanë detyrime ndaj tyre, së paku në respektin dhe konsideratën që duhet të kenë. Cila është përgjegjësia që kanë besimtarët ndaj dietarëve? Ka ardhur një hadith të Ebi Musas, i cili transmeton se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga madhërimi i Allahut subhanahu wa taala është madhërimi dhe respekti që jepet ose respekti që jepet me të moshuarit. Besimtarit i cili janë zbardhur qimet pa marrë parasysh flokët apo mjekrës e tij. Dhe është respektimi i atyre të cilëve është dhënë Kur'ani, të cilët nuk e tejkalojnë në shtrëngim dhe të cilët nuk e tejkalojnë duke e liruar. Ndaj, qëse ne me të vërtetë madhërojmë Allahun subhanahu wa taala, ne duhet se çka?
ta respektojmë njerëzit e dijes. Duhet i respektojmë njerëzit e dijes. Pra shenjë besimi raporti që me dietarë. Po, si të mos i respektoj ata të cilët janë arsye që mua më mësojnë besimin dhe rrugën për tek Zoti. Atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka nderu dhe i ka dhënë dritë se dietarët nuk janë spjegues, nuk janë bartës të informatave. Ato janë dritë ndriçuese të cilët po na ndriçojnë neve rrugtimin për tek Zoti. Shiko, me pas një rrugë, këto është terë, këto në lagje, edhe kanë vu një reflektor të madh. Dhe njerëzit të moshuarit e shohin rrugën, i shohin të gropat, se përgjithësi kena rrugët ashtu, i shohin gropat, mos rrëzohen, me pati të ka një cili gjun me gur në drejtim të dritës. A do kishte dikush nga lagja e cili nuk do të ndalon të ata? Një thonë të po shqyqyr shka e kena këtë në dritën ma dhe këtë do të ndalish? Kjo është edhe çështja e, do me thonë çështja e dritës të cilën neve na japin dietarët. Për ata të cilët e kuptojnë. Tentimi për t'i rëzu, se shpesh herë ka tentime për t'a rëzu mësusin, për t'a rëzu prindin dhe për t'a rëzu shembullin fetar. Çfarë pasojë sjell anashkalimi i vlerës të këtyre autoriteteve, po mirë të çantë të dietarëve? Nuk më kujtohet kush e ka thënë, po nuk ishte besimtar, nuk ishte musliman, po e paraqitte si strategji për të prish shoqërinë muslimane. Dhe thonte duhet që t'ja shkatroni nocionin apo shembulltyrën mësues, ta humb vlerën mësuesi, ta humb vlerën prindi dhe ta humb vlerën shembulltyra fetare. Në shembull fetar kena pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pastaj ato të cilët ndjekin rrugën e tyre më shumti në këtë rrugë janë ato të cilët më së miri e njohin fen Allahut, ato janë dietarët. Në momentin ku ti arrin të shkatrosh këta, ke shkatru kënd, ke shkatru shoqërinë. Me mësues je ke shkatru mësimin fëmijës, pra bëhet fëmija rrugaç, ose ke mësuesi nuk është mësuesi i shkollës, është mësuesi i zanatit, është mësuesi i shkollës, është mësuesi, do të thonë të ndryshëm që mos ta kesh kupton dikush. E dyta, me rrëzimin e simbolit të prindit ti ke rrëzu edukatën. Pra prindit flet në shtëpi, ai fëmijë thotë jep s'merr vesh ti. Pse? Është punu se prindi jot s'merr vesh. Dhe e treta, me rrëzimin e dietarit ti ja prish njerëzve fen. I lën njerëzit në humner, i lën njerëzit në humbje, dhe për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të vjen për njerëzit vite mashtruese. Vite mashtruese. Ai i cili e flet të vërtetën, e flet dijen, do të përgënjeshtrohet. Ndërsa i cili e flet gënjeshtrën, do të besohet. Andaj ose në transmetim tjetër tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allah do ta ngrit diturinë nga njerëzit. Do ta ngrit diturinë. Andaj mos respektimi i dietarëve, mos njohja e vlerësimit të tyre. Allah subhanahu wa taala ti ngrit ata. Tamam, me ngritjen e dietarëve çka ndodh? Pra këtë një shoqëri në errësirë, ku nuk kuptohet se ku është vlera, ku është virtyti dhe ku është, po themi, degradimi dhe denigrimi. Ndërkohë, Islami vjen shpesh me balancim në të gjitha aspektet, pra nuk i qaset gjërave me ekstremet e tyre. Ndërsa njerëzit, her pas here, shoqëritë, her pas here kanë tendencën për të rënë në ekstreme, ose duke e ngritur përtej kapacitetit që ka në këtë rast dietarin, ose duke e zhvlerësuar vlerën e tij. Si të ruhet një balans midis respektit të duhur dhe mos teprimit në, po themi, në vlerësim apo edhe në mohim të vlerave të tij. Allah subhanahu wa taala kur na ka nderuar neve si umet, na ka thënë që na zgjedh juve si umet mesatar, po. Dhe çdo herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar për të qenë të tillë. As nuk në thonte, për shembull, për veten e tij, thonte mos më madhëroni sikur se e kanë madhëruar Isa bin e Meriemit. Po dhe as në aspekt tjetër, i thonte Omerit, nuk ke besu Omer derisa nuk jo më i dashur tek ti, dhe më shumë se sa familja dhe vetja jote. Pra ka pas një farë lloj balanci i cili çdo herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tentu
t'ja mvesh apo t'i edukon sahabet me ata. I kam mësu pejgamberi sa ose si me qenë trima në luftë, po i kam mësu se me qenë tepër të butë kur janë mesin e njerëzve. Edhe në aspektin raport me dietarët dhe me dijen paraqitjen ekstreme. Po, paraqitjen ekstreme. Kemi ekstremin ku njerëzit i shenjtrojnë dhe i madhrojnë dietarët dhe çdo send e cila vjen nga ata pranohet sikur të jetë shpallje, dhe kena në aspektin tjetër njerëzit të cilët i nënvlerësojnë dhe i nëpërkëmbin dhe nuk i japin vlerë dietarëve. E para vjen si shkak e moskuptimit se është dituria dhe argumentet ato të cilat i ngrisin njerëzit dhe dëshmojnë vërtetësinë e tyre, dhe nuk janë njerëzit ato të cilët dëshmojnë vërtetësinë e argumenteve, sepse ndodh njerëzit shpesh e marrin dikant, e ka si një lloj, s'po them idol, po e ka si një lloj ka një pasion veçantë ndaj tij, pëlqen tepër, dhe atë merr si një koncept pranuar të Islamit dhe kështu duhet të jetë Islami. Çdo send e cila vjen kundërshtim me ideologjinë e tij, me mendimin e tij, refuzohet pa mos më shikuar se për çka bëhet fjalë. Pra nuk ka qenë të përsosur qoftë ky dhe dietar. Pra kështu beson një musliman që gjithë janë gabimtar, qoftë ky dietar, pavarësisht se ndoshta gabimet e tij mund të jenë, po themi, shumë më të vogla, shumë më minimale krahasuar me të tjerët, por nuk mund të jetë një qenie absolute që gjithmonë ka të drejtë. Në këtë dunja qenie absolute nuk ka bo Allah subhanahu wa taala tek njerëzit. Allah subhanahu wa taala pejgamberin sa selam ka qortu. I ka treguar se cila është mënyra më e mirë se si duhet vepron në raste të caktuara. Ndërsa mos flasim për dietarët të cilët domethënë vijnë pas tyre, të cilët janë gjithë njerëz domethënë gabimtar, por duhet jemi të kujdesshëm. Ai i cili merret me gabimet e dietarëve janë vetë dietarët. Pse e them këtë? Shpesh unë mendoj se një dietar e ka gabim duke u ndërtu apo domethënë duke vepru, duke reagu, ma që kam dërtu ma diturin time, cila është tepër e cekët dhe nuk arrin të shef realitetin e qasjes cilën e ka pas kësi dietar. A dhe jënë dietarët tjerë të cilët neve në bëjnë të qartë se, dëgjani, për këto dhe këto arsye, ky me plot respektin ndaj tij, po ka gabun këtë çështje. Dhe është tepër normale dhe më thonë duhet pranohet me zemërgjërsi për neve, se ne e kuptojmë se aty janë të pagabueshëm. Kjo nuk ja ul vlerën e fermerë. Nuk ja ul vlerën. Se pasi ai është njeri edhe përkundër thjesht përpjekja e tij është virtyt dhe është e mirëpritur, pavarësisht se ndoshta nuk e qëllon. Po dyshim ne e dim transmetimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nëse qëllojnë atë dietarët i kanë çka? Dy shpërblime. Po nëse nuk e qëllon, e ka një shpërblim. E ka shpërblimin e tij. Pse? Për mundin të cilën e ka dhënë. Do të shpërblimi pastaj është sukses dhe teufik nga Allah subhanahu wa taala. Po ajo që duhet, domethënë neve të na mban si besimtar, është që të mos e teprojmë. Mos e teprojmë. S'bën të ngrisim dietarët, sikurse kanë bërë disa grupacione nga sufit apo nga shiat ose kështu me radhë, të cilët i shenjtrojnë ata. Jo vetëm që i madhrojnë, po i shetrojnë. Jo, ne duhet të kemi respekt veçantë ndaj tyre, duhet t'i nderojmë, duhet që ato çdo herë të jenë në pjesën tonë kryesore të mexhlisit, kur flasin ato të dëgjohen, kur ato shprehen ne heshtim, kur i qasemi atyre, i qasemi me respektin më të madh, sikurse, më thonë, historikisht e kanë dëshmuar muslimanët këtë, por jo të mbivlerësohen që pastaj të dilet në atë ekstremin tjetër. Ndërkohë shpesh janë të rinjt ata cilët i marrin gjërat me emocion dhe me vrull dhe ndoshta edhe për shkak të natyrës së moshës ju mungon maturia. Po shpesh kjo është edhe dëmshme pasi ky entuziazëm kthehet dhe në një lloj rebelimi her pas here ndaj dietarëve, ndaj qëndrimeve të tyre, ndaj mendimeve të tyre. Sa e rrezikshme është kjo dhe çfarë e keqe është ky lloj rebelimi? Pikëspari kjo ndodh, siç e ka përmendur Sheikh Sami ibn Temia, thotë dietari e din çka është me qenë i paditur. Se ka qenë dikur xahil. Ndërsa i padituri nuk mundet me kuptu se çfarë pozite e lartë është me qenë dietar. Trit, shpesh herë, të gjithë kena qenë tri, alamana, po ajo që shpesh herë ndikon tek trit që me arrit në kësi hapa është për shpejtimi e rezultateve, pa dhanë shumë mund. Unë du me arrit tash në atë pozitën e lartë, për shka? Pa mundin të cilin e ka kaluaj, a i djetari, e për nuk ka mundësi.
Ai ka kalu vite të tëra, 20 vite, 30 vite, 40 vite, 50 vite ndoshta, në kërkim të diturisë, në mëngjes dhe mbrëmje është zgjuar me libra dhe e ka zënë nata me libra, ndërsa ne kemi qëndruar në për kafene, në për ëmbëltore, në për ndeja, në për shëtitje, pastaj ne dëshirojmë të i kalojmë ata në arritjet e tyre, në komënsi. Shembull i thjesht, zhurmën më të madhe, po e flas me një shembull praktik që gjithë janë pjesë asaj, shembull tek futbolli. Zhurmën më të madhe, ofendimet më të mëdha, rebelimet më të mëdha, a janë nga tifozët apo nga lojtarët mes veti? Janë nga tifozët. Pse? Për nuk e kupton ai realitetin e qenurit lojtar brenda. Ai lojtari e kupton gabimin e shokut vet. E kupton përzgjedhjen që ndoshta nuk ka qenë e duhur në atë moment. Ndërsa ai i cili qëndron si tifoz atje lart, ai pikspari nuk ka mundësi me hyj me lut aty. E dyta, nuk ka mundësi mu afru. Ai nuk ka mundësi, me thonë, ndoshta atë biletën kur e ka blej, është dash që të kursen pare, pse? Je shumë larg nivelit, edhe kështu. Unë e di një prej dietarëve të cilët e ndjeki, që shpjegon me thebin Hanefi, thot ne sot, me ato dietarët, sikur se ishin Ebu Hanife, Ebu Jusufi, në më thonë dietarët e me thebit, që si shikojmë kategori ndarjeje, sikur se janë ligat e futbollit, që basi folën për atë, thot ne jena dikun kategoria 8 dhe 9. Dhe ky ka përmi 5.000 ligjerata në me thep. Dhe është për njerëzve cilët mas mire e njef, do me thënë me thebin. Po të mirë, çështja me neve? Shumë fitore pra nuk arjen për shkak të asaj tifozerisë së zhurmshme edhe ndoshta veç orientuese. Edhe në përfundim hoç një mesazh për atë se si e vlerëson ju se çfarë qasje duhet të ketë umeti ndaj rëndësisë dhe nevojës për t'u referuar dietarëve dhe mendjeve të mëdha në mesin tonë. Nuk në duhet asgjë tjetër vetëm se ndjekja shëmbëltyrës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. E dini hadithin e Omeri radiallahu anhu që transmeton se kanë qenë në xhami dhe vjen Xhibrili t'ia mëson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fen. Lexohet ky hadith, meditohet ky hadith. Ta shohësh se ti i dërguari i Zotit, si qëndron para një personit i cili ka ardhur t'ia mëson fen, është, do me thonë, është edukat në veti. Asnjë argument tjetër mos merre vetëm këtë. Vetëm këtë, si ka qëndru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është ulur në gjunjë dhe qëndron pranë mësuesit të tij, ai i flet, ky e dëgjon. Ai e pyet, ky i përgjigjet. Kur nuk e din, thot Allahu e din më së miri. Nuk flet pa dituri. Ky është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po shikoj edhe shokët e vet. Më thonë, një nga sahabit shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, Ebu Musa që se nuk gaboj, thot, dia thot, shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e dikund 100 hadithe apo më tepër, po thot nuk flisja se në mesin tim kishte njerëz më të moshuar. Po ishin më të moshuar dhe më të ditur. Ose Ibn Omeri, ose Abdullah ibn Abasi, kur ishte në mesin e sahabeve më të mëdhej, heshte nuk flitte, edhe pse i dinte ndoshta përgjigje. Ndërsa e çoi Omeri, thot hajde përgjigju, që ta kuptonin ato dietarët sepse është ky në mesin ton, sepse është edhe ky dietar. Andaj, ose rasti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tregon thotë pash në ëndër veten, dhe disa postroja dhëmbët me misvak, të dhe pata dy burra, njëri ishte më i ri dhe njëri ishte më i moshuar, dhe më kërkoi misvakun. Thot unë ja dhash atij më të riut. Merr Xhibril tha jo, jepi atij më të moshuarit. Këtë hadith dietarët e kanë renditur tek kapitulli i vlerësimit të dietarëve. A di pse? Sepse i moshuar nuk është vetëm ai i cili është më i moshuar në moshë. Është i moshuar edhe ai i cili ka më shumë dituri, edhe ai i cili gëzon më shumë pozitë, edhe i cili është më i ngritur i fisit, edhe i cili është më i ngritur i familjes, edhe i cili është më i respektuar i lagjes, edhe i cili është më i respektuar i qytetit. Këtu duhet të kenë trajtim të veçantë, këtu duhet të kenë vlerësim të veçantë. Andaj edhe Xhibrili dhe ja tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Muhammed, këtij duhet i jepet. Andaj ne duhet
domethënë si besimtar ta kuptojmë se rrugtimin ton për tek Allahu subhanahu wa taala, përveç se është udhëzim nga Allahu, ne po orientohemi, shenjat tona në rrugë janë kush? Janë këto dietarët. Janë më të dobishme për neve se sa ushqimi dhe pija. Dhe këtë e përmend Ibn Qayyim kur flet për këtë çështje, se nëse tash i kemi këto GPS-et, domethënë, po nëse nisim me një rrugtim, dhe kemi shumë restorane në këtë rrugë, po asnjëri prej këtyre s'din rrugën. Nëse ne nuk kemi asnjë shenjë që na tregon se ka duhet shkojmë, cili prej neve do të thonte sa të gëzuar jemi që kemi restorane? Jo, gjithë do t'i kërkonin shenjat, se më duhet të mrij atje në vendin e caktuar. Andaj, ne po rrugtojmë për tek Allahu subhanahu wa taala. Rruga po na ndriçohet nga ato të cilët po qëndrojnë hapave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ato të cilët e morën trashëgimin nga ai dhe janë njerëzit më të mirë të ummetit. Janë ato të cilët po bartin trashëgimin e pejgamberit dhe po na thonë neve hajdeni mbas neve për të takuar përsëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por Zoti shpëleft, Zoti nderoj për të shpjegime, për këto orientime. Dietar ka gjithmonë, ka edhe në kohën ku ne jetojmë, por se ne duhet që t'i ndjekim, t'i dëgjojmë dhe t'i respektojmë. Zoti shpëleft dhe ju për këto shpjegime. Allah e nderoft, Allah na boft dobishëm për shoqërinë tonë, na boft vigjilent që ta kuptojmë të vërtetën të vërtetë, dhe ta kuptojmë të kotën të kotë, dhe ta pasojmë të vërtetën dhe t'i largohemi të kotës. Allah e nderoft. Amin dhe ju. Ndërmjet këto ishin minutat e takimit sotëm, folëm për rëndësinë e dietarëve, për vlerën e tyre dhe për përgjegjësinë që kanë besimtarët dhe shoqëritë për të orientuar nga dietarët, pasi ata janë trashëgimtarët e profetëve dhe ata janë orientuesit dhe ndriçuesit e shoqërive. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirë takofshi.